për buzukun do t'ishte shumë i mirë se ardhur. Ndërkohë, ju për herë të parë identifikoni në këtë libër punishten kur shtypur revetari Naum Veçil Harxhi në Bukuresht. Po. Edhe një mister tjetër i shtypshkrimit shqiptar është puna e vetarit, ku është shtypur e vetari. Data e shtypit dihet 1844, por vendi është diskutuar e spekuluar shumë herë. Një detaj që disi ka ikur studiusve nuk e di qysh, te portreti i Veçil Harxhit shkruan me alfabetin e Veçil Harxhit një emër që është G. Venrich. Edhe nuk e di pse nuk e kanë pa këtë detaj më parë. Pastaj unë e bëra kërkim kush është ky John Venrich, edhe ai ishte një litograf që ka punuar në Bukuresht pikërisht në periudhën kur ne po flasim. Edhe me këtë vërtetohet që shtypi është bërë në Bukuresht, për më shumë, përmes tij e identifikojmë edhe teknikën e shtypit, që ka qenë litografimi, dhe jo teknikat të tjera. Janë përmendur po ashtu teknikat si pirografimi, poligrafimi e ku ta diune. Përmes kësaj informate e di më saktë që kemi të bëjmë me litografem, që është një teknikë e shtypit përmes gurit, ku një pllakë e gurit vizatohet dhe shkruhet në të, pastaj përmes saj kopiohen faqet e librit. Çka është më interesant, Venrich në periudhën që po flasim, punishtën e ka pas në shtëpinë e babait të Elena Gjikës. Wow. Që ishte një befazi tjetër shumë e madhe. Po pse, ku doli kjo? Si del kjo? Po në një prej librave ai e përshkruan vendin ku është duke punuar, edhe thot që është duke punuar në hanin e Mikhail Gjikës, cilin e dim që është i ati i Elena Gjikës. Sa interesante, si lidhen gjërat. Ne thjesht duhet dhe është koha, pikërisht koha, prandaj kjo punë që ke bërë është e jashtëzakonshme, është koha që të gjithë e kanë këtë urinë. Me sa duket tani është dhe momenti më i mirë për të zbuluar, dhe ti na ke çuar te gjurma, ja ti e the, dhe mua më duket e jashtëzakonshme që është shtypur e vetari në shtëpinë e Elena Gjikës, gjërat janë bashkë. Natyrisht është kjo kërkon kërkime të tjera, por definitivisht është një prap, po e përdorit një terminologji, është një gjurmë e mirë për është gjurmë, pa. Urime edhe për Modestin, duke i quajtur të gjitha gjurmë, edhe jo fakte të pakundërshtueshme, siç bëjnë studiuesit në fakt. Të lutem do doja një tjetër foto, të flasim në fillim për fotot që kemi dhe pastaj unë i rikthehem nevojës për të kuptuar më shumë. Këtu kemi këto janë gjerma tipografike të alfabetit të Todrit, cilat janë gdhendur në vitin 1850 prej Alois Auer, një tipografi gjerman, i cili ka qenë i mandatuar prej Akademisë së Shkencave të Austrisë të mirët me alfabetin cilin e kishte zbuluar atë botë, atë kohë, nën konzullin e Janin Hani. Pra, Akademia e Shkencave ja ka jap detyrën Alois Auerit që të mirët me këtë alfabet. Aueri ka qëllu që t'jetë përveç antarit të Akademisë së Shkencave edhe tipograf me shumë përvojë, edhe drejtues i shtypshonjës perandorake atëherë, të Austrisë, të Habsburgëve, edhe ka pasur shumë pasion këtë punën e gdhendjes së shkronjave dhe në këtë mënyrë e ka përjetësuar në plumb alfabetin e Todrit. Është hera e parë ndoshta që një alfabet origjinal i Shqipës gdhendet për shkrim tipografik. Ai e paraqet ato në vitin 1850, për pastaj e vënë në përdorim disa vjet më vonë te libri i Hanit, i cili është botuar në 1854. Aty për herë të parë gjejmë ca fjali, një fragment praktikisht me këtë alfabet
të shtypur. Po, ta e shfrytëzoj rastin këtu, që të flasë ndoshta pak edhe për alfabetin e Todrit, sepse është një alfabet i rëndësishëm, i cili ka orën Elbasan, edhe rëndësia e tij buron pikërisht te fakti që është përdorur gjerësisht te komuniteti ortodoks i Elbasanit. Vetë Hani, i cili është zbuluesi i saj, identifikon rreth 50 familje atëherë në Elbasan, të cilat kanë shkruar me këtë alfabet. Në fakt, e dim prej dhënave tjera që në Elbasan i gjithë komuniteti ortodoks kanë qenë parafërsisht 80 familje, që i bie gati tërësisht komuniteti ortodoks shqiptar atje në Elbasan e ka përdorur këtë alfabet. Kjo alfabet është përdorur dhe ka shumë dokumente në arkivin qendror në Tiranë, në drejtorinë tash që quhet Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave. Janë diku 800 faqe të shkruara me këtë alfabet, cilat janë shumë të ndryshme, pra nuk janë vetëm shkrime fetare, por ka edhe kontabilitet, ka letërkëmbim, ka materiale shkollore, pralla të përkthyera e kështu me radhë, cilat janë material shumë interesant i historisë gjuhës shqipe, por edhe i alfabetit shqiptar. Këtij alfabeti është kushtuar edhe filmi Udha e shkronjave. Po. Një film shumë emocionues me një aktrim të jashtëzakonshëm të Prosit, Sander Prosit e tjerë, një jashtëzakonshëm. Në këtë mënyrë, në fakt, duke e divulguar në këtë mënyrë në filma, në art, janë bërë më të dashura dhe më të shpjegueshme histori të cilat nëse i tregon me një foto, nuk të vinë në zemër. Me sa duket edhe ne tani jemi në një kohë të tillë. Duhet të japim para dhe zemër për artin, për të shpjeguar në këtë mënyrë historinë tonë. Pajtojmë plotësisht jo vetëm filma, por edhe dokumentar, ndoshta, dhe çka do me të cilat mund ta masovizojmë historinë tonë. Masovizojmë, tamam. Se e thash jo mirë unë, masovizojmë, ësakt. Sepse kemi nevojë, ndryshe është një luftë që ne do e humbasim, ndërsa do ta fitojnë njerëzit të cilët janë më shumë të ngeshëm për të thënë prralla. Gjë që na dëmton. Kur e kemi historinë tonë. Ndoshta veç te filmi i Udha e shkronjave, i cili është bazuar në skenarin e Dimitër Shuteriçit, është aty një problem i vogël, i cili besoj që tash duhet përmirësohet. Aty thuhet që Teodor Haxhi Filipi, i cili është shpiksi i atij alfabeti, është nisur që të ndërtojë shtypshkronjën me këtë alfabet, ndërkohë që gjurmët historike nuk e dëshmojnë një gjë të tillë, duket që kjo ka qenë një lloj fabule e mëvonshme, cilën e hasim për herë të parë në vitin 1878 te Derada, në fakt 83 te Derada, dhe para kësaj date nuk haset askund kjo fabul. Kështu që prandaj edhe i kom sjell ato shkronjat e Auerit, sepse hera e parë që shkronjat e alfabetit të Teodor Haxhi Filipit janë vënë në plumb, kanë qenë prej këtij në vitin 1850. Ndërkohë, çfarë kemi? Fotografia që kemi tani? Këtu është tash alfabeti i Stambollit. Edhe ky një proces shumë i rëndësishëm për njezimin e alfabetit shqiptar, edhe për masovizimin e tij në fakt. Në Stamboll, në vitin 1879, është shtypur një abetare shqipe me këtë alfabet, për cilin është dashur shumë kohë. Ky njihet shumë mirë, po më duket në opinionin publik. Është më pak i mistershëm se të tjerët, por ndoshta çka nuk dihet shumë për këtë alfabet, është që atë ka gdhendur, e kështu të paktën thuhet në disa burime të mëvonshme, vetë Sami Frashëri. Pra ka qenë aq shumë i dhënë pas këtij projekti, sa që edhe vetë shkronjat i ka gdhendur me duart e tij në qelik.
kështu thot një burim i mëdhënshëm për këtë proces, e për mua ka qenë shumë i rëndësishëm, sepse Sami Froshi përveç gjithë atyre përveç gjithë atij rolit madh që e ka pasur në alfabetin e gjuhës shqipe në atë kohë, edhe gdhendjen e tij e ka bërë vetë, që është një informat interesante, simpatike më të. Ama Ylli, kur zhytesh në histori, për shembull siç e zhytur ti dhe unë nëpërmjet te duke të dëgjuar tani, mendon çfarë sakrifice jashtëzakonshme për Shqipen. Do me thënë, nuk na lejohen ne tani ta bëjmë qesharake, sakrificën dhe jetën dhe mundin dhe pamundësinë. Dhe ai ka vënë edhe dorën, përveç mendjen, ka punuar edhe me duar.